Dhurimin e gjakut e filloi drejtori i gjimnazit Hajdardushi Bedrit Cahani. Ai tha se jam një dhurues i rregullt i gjakut dhe këtë e bëj me shumë dëshirë. Sot vërtet ishte një gatishmëri e jashtëzakonshme e gjithë nxënësve për të dhuruar gjak dhe kjo vjen pikërisht nga puna e madhe e cila është bërë nga stafi arsimor dhe familjet e tyre kanë ndikuar që vërtet sot t'i përgjigjen në mënyrë kaq masovike. Kurse për mua kjo është një ditë e zakonshme sepse unë jam dhurues i rregullt i gjakut. Nxënësit e gjimnazit thanë se po ndjen mirë se këtë e bën në mënyrë vullnetare dhe ndjen të lumtur që po ju dalin në ndihmë kësaj qendre që ka mungesë të gjakut. Në dhënien e gjakut mund të shpëtojmë jetë, atë kjo flet se sa është e rëndësishme dhënia e gjakut. Ne si këshill rinor falenderojmë të gjithë nxënësit e gjimnazit apo shkollës tonë që dhanë gjak. Sigurisht humaniteti edhe dëshira për më ndihmu gjithë atyre që janë smutë dhe me një dëshirë që sadopak do thotë kena më shumë me bëhat pjesën tonë për të mirë dhe për mirë. Ne do të vazhdojmë këtë aksion edhe në shkolla të tjera, tha menaxheri i marketingut dhe informimit i qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut. Një numër i konsiderueshëm i nxënësve kanë dhuruar gjak gjermëtani dhe asnjëherë nuk na mungojnë rezultatet ku prindë dhe zoti i shtëpisë, sikur që po e shihni edhe ju vetë. Në këtë çast drejtori i kësaj shkolle po dhuron gjak, çka është një shembull shumë i mirë dhe vetë personeli, stafi menaxhues i kësaj shkolle, ekipin tonë ka prit jashtëzakonisht mirë. Të sëmurët talasemik kanë nevojë të vazhdueshme për gjak, në mënyrë që të kenë një jetë normale dhe këto aksione janë në vazhdin e grumbullimit të gjakut në mënyrë që t'u dalin në ndihmë, shtoi ai.